Se shikojmë këtë përqindje të kalueshmërisë të akuzave të lëndëve të korrupsionit nëpër gjykata, këtu konsideroj se është sfida kryesore. Sepse nëse krahasojmë këtë përqindje të lëndëve tjera në përgjithësi, si recë ka më lart në nivel të Kosovës, del se kemi diku rreth 90% të kalueshmërisë së akuzave. Dhe ndoshta kjo është një shkallë edhe më lartë edhe në rajon, nëse shoqërojmë me vende tjera. Pra, mbi 90% e lëndëve të akuzave në përgjithësi kalojnë nëpër gjykatat e Kosovës, ndërsa tek lëndët e korrupsionit vetëm përjashtuar këtë vit, pra kemi një përqindje që nuk arrit as 50% të kalojë. Ashtu siç gjithë e dimë, standardet për zhvillimin e hetimeve dhe ngritjen e akuzave në përgjithësi janë të përcaktuara me dispozitat pra që janë në fuqi të kodit të procedurës penale. Këto dispozita kanë paraparë standarde të njëjta për gjithë veprat penale sa i përket hetimit dhe ngritjes së akuzave dhe nuk ka asnjë dallim për lëndë të korrupsionit. Shtrohet pyetja, këtë pyetje kam parashtruar edhe në takimin kur e kem pasur kësaj natyre vitin e kaluar, por edhe në takimin që kam pas me kolegë nga Këshilli Gjyqësor, si mundet që të njëjtit prokuror pra po arrin që gjitha rastet tjera të kalojnë akuzat mbi shkallën 90%, për vetëm të lëndët e korrupsionit po ngjecin pra nën 50%. Konsideroj se secili nga prokurorët i cili është një sit ngrit akuzat të kualitetit të mirë, të cilat duhet potencialisht të kalojnë në gjykatë. Por kjo nuk varet prej nesh, ne mbledhim prova, mbledhim fakte, mbledhim të gjitha, i vendosim në akuzë i dorëzojmë gjykatë. Kohët e fundit konsideroj se akuzat tona po kalojnë gjykatë dhe gjykata kanë nxjerrë vendime denonse, kështu që konsideroj se jo në gjitha rastet kalojnë, por këtu duhet kemi profilizim nga ana e prokurorëve, duhet të ketë profilizim nga ana e gjyqtarëve, duhet të kem trajnime të përbashkëta në mënyrë që jo secili prokuror, jo secili gjyqtar i cili heton të raste e ka të lehtë, sepse këto janë raste komplekse, të cilat kërkojnë një trajtim të veçantë, këto marrin shumë kohë, kërkojnë mbledhje të informata, kërkojnë mbledhje të prova, kërkojnë mbledhje të dokumentave, kërkojnë ekspertiza financiare, kërkojnë ekspertiza të prokurimit publik, kërkojnë ndoshta edhe analiza në raste të caktuara, në mënyrë që të caktohet elementet ose veprimet e kundërligjshme të personave të cilët janë të akuzuar. Sa i përket veprës penale, të keqpërdorimit detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar, kujtoj që kjo vepër penale është sfiduese për ne në gjykatë themelore, sepse jo rrallëherë akuzat e ngritura nga prokuroria, që përmendi zoti Gashi nga Këshilli Prokurorial, që nuk kalojnë. Këtu mendoj që te këto akuza realisht prokuroria nuk duhet me anashkalu ato që ka shumë akuza të cilat nga brendia e saj shihen që janë tërësisht administrative dhe shumë prokurorë realisht nuk janë të arrit mi kuptu elementet veprës penale të keqpërdorimit detyrës zyrtare, sepse krejt vepra penale shihet përshkrimi i zgjedhjes faktike shihet që është tërësisht administrative, që çojnë te një shkelje administrative apo procedura disiplinore dhe ka shumë akuza që unë personalisht kam hu disa akuza në kundërshtimin e prova, po ashtu edhe aktgjykimi liruese. Prandaj me këto akuza gjykata është duke u sfiduar në vazhdimsi sa i përket elementet veprës penale të keqpërdorimit detyrës zyrtare. Akuza shihet që ka disa shkelje administrative, ka dhe një dëm që është shkaktuar, mirë për në asnjë mënyrë nuk arrin me vërtetue, me provue faktin se ka një lidhje kauzale mes të pandehurit dhe palës së dëmtuar.